Policia serbe ka bërë të ditur se 24 orët e fundit ka kapur vetëm 5 emigrantë ilegal. Në një takim të ministrave të punëve të brendshme të Serbisë, Hungarisë dhe Austrisë, ku është diskutuar për problemin e emigrantëve ilegal, janë nënshkruar disa marrëveshje për patrullime të përbashkëta, por edhe për riadhesimin e qytetarëve në mënyrë të shpejtë. Ne kemi për detyrë të krijojmë një kufi të fortë dhe qytetarët tanë, por edhe të Bashkimit Evropian do të jenë sigurt. Keq përdorimi i lirisë së lëvizjes nuk mund të mbështetet nga ne. Numri i emigrantëve ka rënë, por ne do të jemi të kujdesshëm. Numri i azilantëve është shtuar në Austri dhe është bllokuar sistemi ynë nga numri i madh i azilantëve. Ne nuk mund t'i japim ndihmë atyre që kanë nevojë. Në bashkëpunim me Gjermaninë dhe Hungarinë, Austria organizon kthimin e tyre në periudhën kohore prej 2 javësh. Rasti i Kosovës ka bërë që të lulëzojë krimi i organizuar dhe duhet të bëjmë diçka për këtë. Premtimet e tyre janë të rrejshme. Policia gjermane bashkë me forcat serbe kohëve të fundit kanë punuar së bashku në territorin e Serbisë, por edhe hungarezët e serbe do të punojnë bashkë në terren. Numri i azilantëve thuhet se ka rënë, por pavarësisht kësaj, ata nuk janë ndalur. Idro Seferi, Top Channel, Beograd.